Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Jeta shpeshherë na vendos në pika të cilat thjesht duhet t'i pranojmë dhe t'i kalojmë. As I zgjidhim dot, as I shpjegojmë dot. Edhe kjo është jeta tek e fundit. Por ka njerëz të cilët kalojnë përmes këtyre momenteve, mbeten të fortë dhe arrin të jenë shembull për të gjithë. E tillë është zonja që kam të ftuar sot. Gjithçka që kalon, ka kaluar dhe përballet në jetën e saj nuk ka të bëjë me brishtësinë e saj dhe me natyrën e saj elegante, por ajo po ja del më së miri dhe siç e thash, bëhet shembull për të gjithë. Fillojmë. Edlera Çepani, faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Është shumë interesante të shoh në një ambient të tillë, pak më të ngrohtë se sa studiot e mëdha të televizionit. E vërtet është podcasti është më lidh me radion, më kujton radion në fakt. Unë kam bërë radio dikur edhe unë e dua radion sepse është e ngrohtë, është intime, është fjala. Edhe pak a shumë podcasti më duket si një lloj zhanri që lidh atë televizionin, vizionin, por me intimitetin e radios. Edhe unë ndihem mirë këtu. Unë kam patur radion, kam thënë gjithmonë që nëse do të kisha një jetë të dytë ose një mundësi për të bërë më shumë, gjëja e parë që do bëja do ishte radio. Ti ke tentuar radio? Nuk e kam tentuar asnjëherë, domethënë kam bërë gjëra të vogla, po asnjëherë për ta bërë seriozisht radion, po nuk e di pse ka diçka që më manit tek radio. Edhe fakti që ti nuk je I lidhur me imazhin, edhe mund t'japësh mesazhe vetëm përmes zërit, përmes ndjesive. Mua më pëlqen shumë radio, edhe ta dëgjoj, po edhe ta bëj nëse ndonjëherë do kem kohë dhe mundësi. E vërtet është, edhe unë them që emisionet e mira janë në radio, më shumë se sa në ekran. Sepse tash është vetëm fjala, ti operon vetëm me fjalën në mendjen e njeriut edhe është e ngrohtë. Pas kemi një pasion për bashkët, që është radio. Radio vlen shumë. Por ti në fakt nuk je as në radio as televizion, por je gjithmonë media. Je gjithmonë media si pasojë e përfshirjes tënde. Ti je gjithmonë një njerëz që përfshihesh në kauza. Kështu të mbaj mend unë. Prej shumë vitesh. Mund të themi 20 vjet, më shumë ndoshta. Gjithmonë në kauza. Se kur fillojmë I themi vitet mbrapsht tani në trëmbin. Po shumë më tepër, është interesante, ndonjëherë kam I përshtypje se është e lidhur pak edhe me karakterin. Unë kam patur edhe me familjen, kam patur një familje që ishte gjithmonë aktive ndaj padrejtësive, ishin gjithmonë pasionant në gjërat që bënin, edhe me sa duket kjo më ka ndikuar që të bëhem pak edhe që në shkollë, që e vogël fare. Si futeshe për gjërat Po, sa herë që kishte ndonjë problem në klasë që zysha për shembull I bërtiste ndonjërit prej fëmijëve, isha unë që ngrihesha dhe flisja për atë. E pësoja gjithmonë, por nuk mësoja asnjëherë nga pësimi që nuk do të flasësh ndonjëherë se nuk është puna jote. Edhe kjo më ka vështirësuar gjithmonë, sepse në realitetet si tonat përfitojnë shumë ata që s'flasin, më shumë ata që s'flasin se ata që flasin. Por është pjesë e karakterit edhe unë nuk e bëj dot ndryshe. Kështu që në gjimnaz kam qenë atëherë kur filloi realisht pjesa e lirisë për të bërë edhe gjëra që kam organizuar gjithmonë protesta, kam marrë gjithmonë pjesë në protesta dhe në atë kohë ishin të vështira, nuk ishin të thjeshta. Pra ti je një natyrë që nuk rri dot pa hyrë kur ka probleme në komunitet, edhe në fakt dim ne të jetojmë në komunitet sepse zgjohesh në mëngjes edhe komshiu do shëmbi banjën. Dhe te ashensori është dikush që smerr çipin edhe rri pret radhën ty mbas teje. Te parkimi makinës që 7:30 bie borit, më ke zënë rrugën, dil nga rruga, do të thënë dim të jetojmë në komunitetet lira apo? Kam I përshtypje se jetesa në komunitet edukohet, edhe ne kemi pasur disa periudha të historisë tonë në cilën e përbashkëta ka pasur një problematikë ekstreme dhe mungesa e kësaj dëshirës për ta patur të mirë të përbashkëtën dhe për të investuar vetëm tek individualja, tek ajo e ngushta, kam I përshtypje na ka dhënë edhe këtë pjesën që shohim deri tek dera jon, dhe është interesante po të shohësh edhe në pallatet më të shtrenjta,
Nga dera e mëtej është super luks, janë shtëpitë brenda. Kur shkon te shkalla, pastaj janë shkallët që lëm për dëshiruar. Pse? Sepse ai është ambienti i përbashkët. Kështu që kjo është një gjë që mendoj duhet edukuar me ngulm, por neve akoma nuk e promovojmë mjaftueshëm rëndësinë e publikës, rëndësinë e komunitetit, rëndësinë e të përbashkëtës, që është një gjë që na ngjall mirëqenie, na sjell mirëqenie të gjithëve. Dhe për mua është një gjë që ka qenë gjithmonë e rëndësishme, sepse unë e shoh mirëqenien si përtej vetes time, se është e vërtetë që kur ti shkon te parkimi në mëngjes edhe të ka zënë rrugën ai dhe nuk e vret mendjen fare, të fillon dita mbrapsht. Absolutisht. I të fillon dhe ty, fillon dhe atij, pastaj ti e transmeton dhe kjo pjesa e energjisë negative transmetohet gjithandej dhe mua është një gjë që s'm pëlqen. Tek pjesa e padrejtësive që prap lidhet me këtë, është e rëndësishme të kuptojmë që ka pasur një shprehje shumë e bukur Martin Luther King, që padrejtësia kudo është një padrejtësi që të ndodh. Ti mendon se padrejtësia është larg teje, dhe thua okay, le ti ndodhi, s'ka problem, unë jam larg. E vërteta është që padrejtësia është një vorbull dhe është një cikël vicioz që na prek të gjithëve. Është e njëjta gjë që ne themi edhe për dhunën, është e njëjta gjë që themi edhe për sjelljet të cilat na krijojnë këtë energji negative dhe pastaj themi ç'a problemi kemi si shoqëri. Por është një vorbull e madhe në cilën futemi të gjithë. E kuptoj. Edhe është pak si ato, është një foto e bukur në rrjetet sociale, janë disa shkrepse të rreshtuara njëra mbas tjetrës dhe ti ndez të parën me atë energji negative. Duhet jemi në të parë që të riqemi për ta ndaluar ciklin. Secili duhet bëj pjesën e vet. Edhe unë mendoj që kaq bëj, nuk është se bëj ndonjë gjë më shumë kur reagoj për padrejtësitë rreth e rrotull. Në fakt ti nuk je të rrequr nga aktivizmi jot, edhe kur jeta pati një moment shumë të vështirë për ty. Edhe unë thash që në fillim që në jetë ndonjëherë kemi situata që nuk kanë shpjegim, nuk kanë pse. Ndodhi. Edhe jeta të kthehet për një hape mbyll syt absolutisht tjetër gjë. Ka qenë një moment që sa kohë ka kaluar që nga momenti i ikjes së Gertit? 2 vjet, pak më pak se 2 vjet. Pak më pak se 2 vjet. Nuk mësohesh kur, është një kohë që nuk kalon, jo. Është një kohë që nuk kalon. Ti mësohesh të jetosh me dhimbjen edhe bëhet pjesë e jotja, po një pjesë e njeriu të ikën gjithmonë me atë që do. Pra ti nuk je më njësoj. Mund të dukesh në pamje njësoj, mund të dukesh se je akoma siç ke qenë, por në fakt nuk je. Je tërësisht ndryshe. E sheh jetën tërësisht ndryshe. Dhe mësohesh të bashkëjetosh me atë që të ka ndodhur dhe me dhimbjen që ke, e cila për mendimin tim nuk kalon me kohën. Sidomos në raste të tilla, thjesht ti mbledh të gjitha fuqitë, të gjitha energjitë edhe të gjitha dashuritë që të mbeten në këtë botë dhe i jep vetes forcën për të ecur përpara, edhe për ta nderuar atë që ke dashur. Sepse ti e di shumë mirë, qoftë bashkëshorti, qoftë një prind, qoftë edhe raste shumë më të frikshme se kaq. Kur largohen nga jeta, ata nuk duan që ne të jetojmë me këtë dhimbje të madhe, se janë njerëz që na kanë dashur dhe janë njerëz që duan që ne të jemi të lumtur. Gjithë jetën e vet, Gerti kishte investuar që ne të ishim të lumtur. Kjo ishte gjëja që donte më shumë. Kur na shihte duke qeshur, mua, fëmijët, ishte lumturoi shumë fish, kështu që jam e sigurt që kështu do të na shoh. Në qartë. Patjetër që ne nuk jemi më njësoj dhe nuk do jemi, por mundohemi që ta bëjmë edhe për ta nderuar atë, këtë vazhdimin e jetës ashtu siç ai do donte të na shifte. Fëmijët sa vjeç janë? 8 dhe 13. Vajza është 13 vjeç, djali është 8. Ata të dy janë mësuar me këtë situatë të re vetëm me ty dhe me largimin e tij? Do mësohemi se nuk kemi ku shkojmë. Në situata të tilla ti e kupton që nuk ke rrugdalje. Pra në fillim përpëlitesh, ke këtë pjesën kalon nga faza që ti nuk e beson, tek faza që pse duhet ndoste kjo padrejtësi,
tek faza që pse ikin gjithmonë më të mirë, atë është një pyetje që ne ja bëjmë vetes gjithkohë, pse ikin të mirë, pse s'u ndot këshillve kjo gjë. Me ajsa që kemi perceptimin ton për jetën edhe për gjithësinë që na rrethon, sepse ne jemi kaq të vegjël në një univers kaq të madh, sa jam e bindur që nuk i kuptojmë shumë gjëra, edhe që ndoshta edhe nuk do t'i kuptojmë asnjëherë, por mësohemi të pranojmë ato që janë në realitete, edhe të kuptojmë që jeta si diçka personale na jepet vetëm një herë, dhe është diçka që ne duhet ta nderojmë. Pra ne nuk mund ta përçmojmë jetën tonë se na ka ndodhur një fatkeqësi e tillë. Jeta është një dhuratë që na jepet ditë pas dite. Kuptoj. Dhe ata njerëz të cilët janë në luftë për jetën, janë njerëzit që e kuptojnë më mirë se çfarë realisht çfarë vlerë ka jeta, edhe kam një përshtypje se duhet të rrim pak më shumë me ta dhe të kuptojmë se ndonjëherë edhe fatkeqësi të tilla na largojmë pak nga realiteti dhe nga fakti që ne duhet luftojmë çdo ditë për jetën, po duhet të jemi çdo ditë mirënjohës. Ashtu siç e kemi, jo duke ndaluar që ta ndryshojmë, sepse unë jam gjithmonë një njeri që besoj tek ndryshimi, që besoj se njeriu e bën vetë fatin e vet në një farë mënyrë, dhe që e krijon, nëse ti nuk ndihesh mirë me jetën që ke, duhet ta ndryshosh, duhet bësh diçka më shumë, nuk duhet të ndalosh së përpjekur asnjëherë. Pastaj përballesh me këto gjëra të cilat ti nuk i ke në dorë dhe e kupton në një farë pike që nuk ishte çfarë ti bëje ti. Dhe aty duhet ta pranosh. Ato janë gjëra të thash pa shpjegueshme dhe nuk ka pse.